تذكرت آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Të gjitha lavdrimet dhe falëndrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falëndrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Lutim Allahun të na mbrojë nga të ligat e shpirtave tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Atë që Allahu o zën në rrugën e Tij të drejtë nuk ka kush që e devijon, dhe atë që Allahu e lën në devijim në humbje nuk ka kush që o zën. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj I cili ju ka krijuar juve dhe atyre që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Vëllezër musliman, jemi në prag të hyrjes së muajit Dhul Hijja, njëkohësisht ose veçanërisht 10 ditët e para të Dhul Hijjes, që kanë vlerën atyne, që do t'i përmendim. Muaji Dhul Hijja është prej muajve të shenjtë, siç përmendet në hadithin ku transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allah I lartësuar është betuar për këto ditë, pra 10 ditët e Dhul Hijjes, të cilat tregojnë edhe për vlerën dhe pozitën e tyre. Ku Allah në surën Fajr ajeti 1 dhe 2 thotë që pasha agimin dhe pasha 10 netët, e dietarët kanë thënë që qëllimi për këto 10 net është 10 ditë e Dhul Hijjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditët në të cilat punët e mira puna më e mirë është më dhe më dashur tek Allahu është ato 10 ditët e Dhul Hijjes. Të pranishmit pra e pyetën sahabët, punët në këtë ditë a janë më të mira sa edhe xhihadi në rrugën e Allahut për luftën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha, po vetëm nëse, pra është më mirë edhe se sa lufta në rrugën e Allahut, vetëm nëse dikush del nga shtëpia e tij me pasurinë, me veten dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet më në shtëpi. Gjithashtu I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë, nuk ka ditë në cilën veprat e mira janë më vlefshme se sa në 10 ditët e Dhul Hijjes. Pra, në 10 ditët e Dhul Hijjes veprat që veprohen në këto ditë janë më të mira se sa çdo ditë tjetër. Kur hyn 10 ditët e muajit Dhul Hijja, Imam Sa'd ibn Jubair Allahu mëshiroft përpjekej aq shumë adhurime saqë nganjëherë edhe raskapitej. Ai thoshte që mos I fikni llambat tuaja gjatë këtyre 10 netëve. Pra kishte qëllimin që të lexohet Kur'ani sa më shumë. Hafidh ibn Hajeri Allahu mëshiroft thotë që shkaku pse janë dalluar 10 ditët e muajit Dhul Hijja, pra 10 ditët e para, është se në to mblidhen adhurime të shumta, adhurime kryesore, siç janë namazi, agjërimi, edhe lëmosha dhe prej adhurime më madhështore gjithashtu në këtë muaj është pra edhe haxhi. Dhe këto adhurime nuk mblidhen thot në ditë të tjera. Imam Uthaymini Allahu mëshiroft thotë se është çudi se njerëzit tregohen të pakujdesshëm ndaj këtyre 10 ditëve të Dhul Hijjes. Ata përpiqen fort në kryerjen e adhurimeve të mira gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit. Mirë, po gjatë këtyre 10 ditëve thot gati se nuk e sheh askënd apo shumë pak që I dallon këto 10 ditë me adhurime apo mundohet gjatë vitit. Nëse njeriu kryen vepra të mira gjatë këtyre 10 ditëve, duke ngjallë këtë udhëzim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kryerjen e tyre, atëherë ai është një mirësi të madhe. Imam Uthaymini Allahu mëshiroft thotë gjithashtu se veprat e mira gjatë 10 ditëve të para të Dhul Hijjes janë të lloj-llojshme. Si për shembull leximi I Kur'anit, përmendja e Allahut, duke thënë subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, urdhrimi për të mirë, ndalimi nga e keqja, shtimi I namazeve vullnetare, dhënia e lëmoshës për sadakas, bamirësia ndaj prindërve, vizita e farafisit, e veprat e mira e të shumta që janë në numër, pra që s'ke mundësi tash t'i përmend gjitha. Nëse jep lëmoshën thot një dirhem,
gjatë këtyre ditëve dhe 1 dirhem gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit, thotë cila është më mirë, thotë lëmosha gjatë 10 ditëve të ditëve të Dhulhijhes, pra dhe ditëve të para të Dhulhijhes janë më të mira, apo sadakoja që jepet gjatë 10 ditëve të para të Dhulhijhes është më mirë se 10 ditët e Ramazanit. Kurse sa i përket natës, domethënë kadrit e këto është më mirë se sa nata e këtyre 10 ditëve. Ibn Kaimi Allah mëshiroft shkruan thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i shpeshtonte lutjet gjatë 10 ditëve të Dhulhijhes. Pra edhe kjo adhurim lutja pra është një adhurim madhështor i cili do të pejgamberi e shtonte edhe më shumë do të interesin edhe do të lutjen e tij në 10 ditët e Dhulhijhes. Pejgamberi sallallahu ka thënë se nuk ka ditë më të madhe dhe më të dashur tek Allah se këto 10 ditë, kështu që shtoni thot fjalën subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dhe tekbirin Allahu akbar. Pra prej veprave më të mira pra është dhikri në këto ditë, edhe prej dhikrit më të mirë kuptohet është edhe leximi i Kuranit. Gjithashtu vëllezër prej veprave tjera të cilat është do thotë mund të veprohen këto 10 ditë Dhulhijhes apo në muajin Dhulhijhe është edhe kryerja e umrës dhe haxhit, nga se pejgamberi ka thënë umreja deri në umrën i shlyen gjunahet mes tyre, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër për të veçse xhenetin. Kuptohet haxhi ka do thotë edhe 2 apo 3 ditë edhe pas Bajramit. Prej adhurimeve cila mund të veçohen këto 10 ditë edhe preferohet është të pëlqyeshme sunet është agjërimi. Agjërimi këtyre ditëve, pra 10 ditëve, 9 ditëve të Dhulhijhes, fakse dita 10 është dita e Bajramit, e cila nuk lejohet agjërimi. Pra agjërimi këtyre 9 ditëve është sunet pra, nga se pejgamberi sidomos agjërimi i ditës së Arafatit, që i bën domthonë një ditë para ditës së Bajramit, që përkon me ditën e 9 të muajit Dhulhijhe. Pejgamberi sa i përket agjërimit të ditës së Arafatit ka thënë agjërimi i ditës së Arafatit i shlyen gjunahet e vitit para dhe pas. Pra nëse dikush agjeron sinqerisht për Allahun ditën e Arafatit, një ditë para Bajramit, atëherë kjo sipas hadithit i shlyen gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Prej veprave të cilat mund të veprohen në këto 10 ditë është edhe sadakaja. Pra pastaj është kurbani, cilën do të flasim më vonë për të, i cili bëhet pas faljes së namazit Bajramit e tutje 4 ditë të Bajramit. Pastaj shtimi i punëve të mira vëllezër në përgjithësi, si për shembull pendimi tek Allahu në këto 10 ditë Dhulhijhes, duaja, lutja, pra namazi vullnetar, namazi me xhamat në xhami për burrat, urdhrimi për të mirë dhe ndalimi nga keqja, pajisja me virtyte, pra morale të mira dhe largimi nga veset e këqija. Prej gjërave madhështore që vinë këtë muaj vëllezër është festa e Bajramit të Kurbanit pra. Dhe në ditën e Bajramit një vepër madhështore e ajo është kurbani. Vëllezër, me kurban kuptojmë që të therrët prej kafshëve në ditën e Kurban Bajramit për shkak të festës si falëndrim, si afrim ndaj Allahut. Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshiroft thotë se kurbanët janë nga simbolet më të mëdha të Islamit. Pra është një shenjë që dallohet Islami me të, që është kurbani i njohur në të gjitha vendet, kurbani atyre që Allahu na urdhëroi të pasojmë fenë e tij për Ibrahimit alayhis salam. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Kauthar ajeti 2: "Fasalli li rabbika wanhar", andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd, veç për Allahun pra. Pastaj thot Allah në surën An'am ajeti 162 dhe 163, thuaj namazi im, kurbani im, vdekja ime dhe jeta ime janë vetëm për Allahun. Pra Allah na urdhon në këtë ajet që t'i bëjmë gjitha veprat për Allahun dhe dëshmojmë se namazi jon që është vepër më madhështore, pastaj e përmend për kurbanin dhe vdekja gjithashtu dhe jeta është vetëm për Allahun. Në ajet tjetër surën Hajj ajeti 34 thotë gjithashtu ne e kemi caktuar thë çdo populli vendtherjen e kurbanit pra, që ta përmendin Allahun, emrin e Allahut për arsye se i furnizoi ata me kafsh. Kurbani vëllezër është liçuar me argumente edhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga fjalët e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe nga veprat. Pra, vetë pejgamberi ka thirrë kurban, gjithashtu ka këshilluar do thotë që me thirr kurban.
Nga se transmetohet që nuk transmetohet ndonjëherë që pejgamberi kalon pa therr, domethënë kurban ndonjë vet, ndonjë bajram. Gjithashtu ka thënë që ai i cili nuk therr domethënë kurban mos t'i afrohet falturave tona. Pastaj sahabët gjithashtu kanë therr kurbane. Mirë po siç do ta sqarojmë që mendimi më i saktë është që kjo është sunet e jo obligim, do thotë që nëse personi e lën nuk ka, do thotë ka gjuna. Dietarë një orë shënktiti Allah më shërof thotë se shumica dietarëve prej sahabëve dhe atyre që erdhën më pas janë të mendimit se kurbanet janë sunet e jo obligim. Po është një sunet muakkede, është sunet i fortë, do thotë i vërtetuar, mirë po nuk është obligim. Mirë po duke pas parasysh vlerën e kurbanit dhe se pejgamberi nuk e kalon asnjëherë dhe Allahu na urdhon në Kur'an, andaj dietarët thonë që edhe nëse thuhet që është sunet i fortë, për atë i cili ka mundësi është e urrejtën jo pëlqyeshme, do thotë që ai mos me bë kurbanin. Kurbani vëllezër është lisu apo është leju edhe është e pëlqyeshme gjithashtu edhe për udhëtarin, i cili është në udhtim, jo vetëm ata i cili është në vend. Duke u bazuar në hadithin ku transmeton Muslimi. Hafidh ibn Abdul Barr, Allah më shërof, thotë se në veprën e tij do të thotë nuk ka ardhur në ndonjë burim ku thuhet se pejgamberi do të kalon ndonjëherë pa bë kurbanin, gjithashtu nuk transmetohet që në ndonjë hadith ka urdhëruar që me lon. Kafshët me cilat bëhet kurbani sipas mendimit pra unanim të dietarëve janë 4 lloje, vëllezër. Janë devët, lopt, delet dhe dhijat. Kurban me nëse dikush për shembull bën kurban me një kafshë tjetër jashtë këtyre 4 llojeve, atij nuk i pranohet. Edhe kjo domethënë nga se s'është e lehtësuar, ka ixhma pajtueshmëri mes dietarëve që vetëm këto behimetul an'am që janë përmendur në Kur'an janë këto domethënë devja, lopa, delja edhe dhia. Jashtë këtyre nuk lejohet nga se therrja e kurbanit është adhurim. Adhurimet janë të ndalura në argumente. E neve pra nuk na pranohet dhe nuk na lejohet që të dalim të veprojmë jashtë argumenteve. Në kurban mund të marrin pjesë vëllezër 7 vetë në deve, gjithashtu në lop 7 vetë. Ky është mendimi i shumicës dietarëve, kurse në dele është të pëlqyeshme që vetëm një person pra ta therr, mos të bashkohen disa persona me një dele. Sipas shumicës dietarëve është e lejuar që të marrin pjesë në një deve ose në një lop 7 veta për kurban, çdo kush për veten e tij do thotë kontribon për me u blej ajo ose me do thotë që pastaj me therr dhe me marr pjesë. Argument për këtë është krahasimi me kurbanin e haxhit, sepse të gjitha janë kurbane dhe bëhen në kohën e tyre të haxhit, në kohën e haxhit. Sa i përket zotërisë familjes burrit, ai e bën një kurban për veten dhe i fut në jetë pra edhe anëtarët e familjes dhe kemi mjafton gjithëve. Më mirë është pra që një burr të bëj kurban për vete dhe pastaj t'i fut do të anëtarët e familjes. Mosha e kurbanëve vëllezër sa duhet jetë, edhe kjo dietarët janë do thotë pajtueshëm edhe që mosha tyne është e caktuar sa i përket devës, devja duhet të jetë domethënë 5 vite e më shumë, 5 vjeç e më shumë, kurse sa i përket moshës së lopës, ajo duhet të jetë 2 vjeç e më shumë, dhe jo më pak, domethënë se 2 vjeç, kurse për dhijen duhet të jetë 1 vjet e më shumë, e për delen duhet të jetë domethënë 6 muaj e më shumë. Kafsha vëllezër, nëse i ka këto probleme të cilat do t'i cekim, nuk pranohet si kurban, nuk lejohet me therr. Kjo duke u bazuar në një hadith të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ku thotë që 4 lloje të kafshës nuk quhen thot kurban. Në ne ajo që është qorre duke dhe verbësia e saj duke qartë. Nëse për shembull kafsha është e verbër dhe shihet qartë, domethënë që ajo është e verbër, atëherë kjo s'është për llojeve të kafshës që duhet të therrën. E dyta, ajo që është thotë pjesëm e semur dhe semundja e saj është e qartë. Nëse për shembull kafsha cila do të therrët është e smurt dhe shihet qartë ajo, edhe kjo nuk bën domethënë nuk vlen për kurban. Pastaj
ajo cila çalon edhe duket e qartë ajo, domethënë çalimi i saj. Qëllimi është që nëse ka për shembull një dëmtim në trupin e saj, në kom, dur apo çka do të qoftë, edhe ajo do të vrejet që shkon domethënë kur të ecë nuk shkon mirë. Pastaj e fundit dhe e dopta e cila është shumë e dobët dhe që shihet qartë domethënë dobësia e saj tepër. Duke u basu kjo në hadithin që transmeton Tirmidhiu. Dietarët kanë thënë se dita e parë vëllezër për therrjen e kurbanit është dita e 10 e muajit Dhul-Hijja, pra dita e parë e Bajramit. Kurse 3 ditë të tjera pas, cilat janë gjithashtu fest, është e lejueshme për therrja e kurbanit. Pra koha e preferueshme më mirë është dita e parë e Bajramit, pasi të falet namazi i Bajramit, kurse ditë të tjera, do të thonë që të lejohet therrja e kurbanit janë edhe 3 ditë tjera mendimi më i saktë. Deri në perëndimin e diellit të ditës së 4 të Bajramit, pra lejohet therrja e kurbanit. El-Kurtubi, Allahu mëshiroft, ka thënë se shumica dietarëve janë të mendimit se është e pëlqyeshme që 1/3 të jepet sadaka. Pra mishit kurbanit kur prehet, thotë që dietarët janë pajtimit që 1/3 të jepet sadaka, të varfme. Pjesa tjetër të shpëndohet, e kjo më mirë të shpëndohet të afërmeve, familjarëve, kushive, edhe pjesa tjetër thotë hahet në familjen e tij. Dietarë nderuar Ibn Qasim, Allah mëshiroft, thotë se muslimanët kanë rënë dakord për shtrirjen e delës dhe të lopës gjatë therrjes. Pra lopa dhe dela kur therren shtrihen, domethënë, në tokë. Kurse sa i përket devës, ajo do thotë duke qenë në kom therret në fyt. Janë disa rregulla pastaj do të si therret kafsha, drejtohet domethënë ka kibla, edhe kjo është e pëlqyeshme, nëse nuk e vepron këtë njeri do të ajo është në rregull dhe pranohet, pastaj është prej rregullave të therrjes së kurbanit që ajo të mos ushtrohet më në dhun ndaj saj duke ia shtyp kokën e tjera, gjithashtu mos të shfaqet thika ose ajo me cilën prehen do të para delës ose kafshës që prehet, pastaj mos ta shikoj do të shoqja e saj që më u therr para saj, edhe të fshihet domethënë thika pas shpinës dhe të prehet mirë, gjitha këto janë do të mëshirë për kafshën, edhe pse therret do të si kurban. Lusë Allah në vëllezër që na mësoj të arrijmë këtë ditë dhe të na mësoj të veprojmë këto vepra madhështore dhe të cilat të përmendën, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Vëllezër të nderuar, si rregull e fundit do të përmendim se kur të hyn muaji Dhul-Hijja, kur të fillojnë pra 10 ditë e muajit Dhul-Hijja, ai që do të bën jetë me prej kurban, e ka të ndaluar të heqë qimet nga flokët, nga trupi, thonjt t'i prin dhe shkull diçka nga lëkura e tij, nga se argument për këtë është ajo që transmetohet nga pejgamberi që ka thonë që kur të hyjë 10 ditët do Dhul-Hijjes dhe ndonjëri prej jush dëshiron të bëj kurban, të mos heqë thot asgjë nga flokët, nga qimet dhe lëkura e tij, edhe në do thot transmetime të tjera duke u mbledhur përmendet dhe thonjët. Ky hadith domethënë në Sahihun e Muslimit. Pra ai cili bën jetë që me therr kurban, nuk na lejohet që me shkurtu do të flokët, qimet e trupit me hek, thonjt edhe me shkull diçka nga lëkura derisa të prehet do të kurbani. Kur vazhdojnë kjo ndalesë që mos me prej flokët ose qimet e trupit ose thonjt e tjera, fillon prej fillimit do thotë muajit Dhul-Hijjes deri në atë moment që prehet domethënë kurbani për atij personi. Moment që prehet do thotë kurbani, atëherë është i lirë personi që me i hek flokët e tjera. Nëse dikush për shembull ka bën një jetë me therr kurban, mirë po si mundsohet pastaj, nuk ka të keqë që ky me hek flokët e tjera. Gjithashtu nëse dikush domethënë ka bën një jetë me therr kurban dhe nuk i ka prej thojt të soj flokët e diçka, nuk ka të keqë që ta prej kurbani. Përfundimisht vëllezër, lutem Allahun që na mësoj domethënë që
të arrijmë këto 10 ditë Dhulhijhes, nga se ka një vlerë të madhe, pastaj të shfrytëzojmë adhurime, jo vetëm të arrijmë, dhe pastaj të na pranoj Allahu adhurimet tona. Lutë Allahun për veten dhe për juve që Allahu të na falë, na mëshiroj. Pastaj vëllezër të mi, dërgoni salavat për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na urdhon Allahu në Kur'an, ku thot inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe me lajket lutën për to, o besimtar lutuni dhe përshëndeteni me selam. Gjithashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë që kush dërgon salavate për mua një herë, Allahu dërgon 10 herë për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.